përshëndetje nga Tam Brama dhe kasti I filmit Rrugët e Ritmit. Gëzuar për shumë vjet vitin 2026, një vit pozitiv, me shumë emocione dhe me shumë projekte të realizuara, flas nga ana ime, po edhe për disa nga grupi këtu. Disa ishin në Amerikë, disa fituan vendin e parë në Greqi. Si ndjeni grupi? Shumë mirë! Sa bukur kështu në korë. Wow! Kam këtu Olivian. Olivia ishte edhe herën e parë në podcast këtu tek unë. Olivia, si ishte ky vit për ty, 2025? Shumë I bukur. U realizuan ato dëshirat e tua? Po. Ja, filmi që kemi, unë kisha shumë ëndër të bëja një film edhe e bëra. Atëherë, Olivia para disa muajsh donte të fusë në një kurs për aktrim, edhe të merrte pjesën në një film. Edhe e la për gjys, tha edhe filloi kërcimin normalisht, por që ja që u bë pjesë e një ëndre, e një filmi me kërcim, kur vetë protagonist ishin ato. Ishte Olivia, ishte pjesë e kastit edhe pjesa tjetër e grupit. Si Amra, Esma, Rotaine, Amel, Axel, Ana, si Dorela. Kemi dhe Dorinën, Dorina ka kënduar 2-3 këngë, aty asnjë se di. Por ja që ajo do na këndoj live, ose thjesht. Dorina Brahimi. Një dorë të kite për Dorina. Po qaj ka po Selanikët. Kemi Anën tjetër, kemi Heloisin, ngrini dorën që ta marrin vesh do. Kemi Amelin, ta thash Amel, ku është Ana vogël? Ja. Ashtu, kush është tjetër? Shirley. Vaselisa. Kemi Vaselisën nga Ukraina. Një dorë të kite për Wow, tani do e bëj disa pyetje për secilin nga ju. Atëherë, përjetimi I parë I filmit Rrugët e Ritmit, një film nga Tam Brama dhe producent nga Erion Brahimi, të cilit I japin duar të kite. E kemi këtu pas kamerave. Ka bërë një punë të shkëlqyer, të palodhur dhe I vendosur për çdo gjë. Atëherë, si u ndjeve herën e parë kur more vesh që do ishe pjesë e një filmi me kërcim? Unë ndjeva shumë e kënaqur sepse si e thash, ëndra ime dhe ishte dhe filmi që ta bëj një film. Unë ndjeva shumë e kënaqur, e lumtur. Ndjeva shumë e kënaqur. Ndjeva shumë e kënaqur. Me pak fjalë ka shumë emocion. Kemi pyetje numër 2 për Esma. Esma, cili ishte momenti më I bukur gjatë xhirimeve? Momenti më I bukur gjatë xhirimeve ishte Selaniku, kërcimi ynë që morëm dhe vendin e parë, edhe u kënaqë shumë se për ne ka qenë një moment shumë I bukur. Po kur more veshje po u xhiroje. Kishe emocion? Po, shumë emocione dhe ndërkohë ishte shumë e lumtur. Kemi pyetje numër 3 për Amel. Amel Shabani. A pati ndonjë moment që të bëri të qeshesh? Po të gajasesh fare gjatë xhirimeve, kur ishim në shesh, gjatë performancës? Ndonjëri që po na shikonte kështu, që është kjo që po kërcen, ose çfarë po bëjnë këto? Mua më bënte babi për të qeshur, po më bënte edhe videot ku më bënit edhe jo xhirimin. Më bënte kështu gjëra për të qeshur që të kisha edhe fuqi që të vazhdoja kërcimin. Një dorë të kite për babi. E përshëndesim babin. A ishte ndryshe të luaje për para kameras se sa të kërceje në skenë? Po, ishte pak. Ishe pak më turp. Po ti ishe shumë mirë në aktrim, no? Po. Kur ju avash tekstin e skenarin, edhe ti ishe e para që të përzjova që shkëlqeve në skenar.
Bravo, ishe shumë mirë. Erina. Çfarë mendove kur pe kameran aq afër? Nuk më duke vërtet, më duke sigurisht Sigurisht e ëndër, a? Wow. Po kur u transmetua klipin te Kinema Agimi? Kur e pash veten në film, Jemi një dorë dhe kite se ka emocion. Isha shumë e lumtur, po gjithashtu kisha dhe pak emocione. Se si hera parë nuk e kisha menduar që do ishe pjesë e filmit. Ne kuptoj. Shumë një dorë dhe kitje për Sherlyn. Ana, pyetja jote është kjo. A unë ndjeve si aktore gjatë xhirimeve? Po unë ndjeva shumë. Ha, si ishte njërë, po më thuaj ato emocione. Unë mendova që nuk do ishte me të vërtetë që do isha aktore, po ishte. Aha, a kishe emocione kur kërceve në shesh? Shumë. Ashtu, a? Po. Do doje sërish që të merre pjesë në film? Shumë kisha qef. Ashtu, a? Po. Hajde një duar të kitje për aktorën. Duar të kitje Aksel, për Aksel. Aksel është ai që bën ta televizë rrëshqite në Michaelin që në fillim të filmit. Emocion dhe sfida. Aksel, a patë ndonjë moment që u ndjeve i emocionuar apo pak i friksuar? S'kam patur. Ha njerë, më thuaj. Jo, nuk kam patur. Vetëm kaqe? Zjatë e qik? Jo, nuk kam patur. Jepi. Se s'kam patur se. S'kishe frik fare? S'kishe emocion fare? Njerëzit që po të shikonin? S'kisha shumë. Si ishe shumë? S'kisha shumë. Fare? Nduar të kite për Akselin. Vazhdojnë. Amra, çfarë bëre që ta kalosh ato emocion? Gjatë xhirimeve, gjatë gjithë ditëve, që edhe ke pjesa e parë që ndrydhi këmbën në thonjza Olivia, edhe deri tek sheshi. Deri në Selanik, më fal. Po, që të kalosha ato emocion, nuk mendosha fare, edhe vetë thosha ke lirshëm, që mos të kishe në mendime fare. Qa mos kishe në mendime, për shembull? Për shembull si te sheshi emocione gjëra. Po tani, ke emocion ti? Jo, kaq, nuk do pyetje tjetër. Si tu duk ty kur po kërceje në shesh? Si që të them. Ja, do të thush ti çka tani? Shpejt se s'kemi kohë. Ishe e lumtur? Do dohet tu përsëriste edhe një herë ajo sken? Po. Do dohet merre sërish pjesë në film? Po. Duar të kitje për Ciara. Si ishte të punoje me shokët dhe shoqet gjatë filmit? Unë kisha një qik emocione, po i shifja nga para, sa bukur po kërcenin. Aha, por edhe gjatë skenarit, që po bëja të pyetje ti si e pyet, çfarë po thoje? Bëj një herë? Po thoja me mendje që mos të kisha emocione se kisha një qik frikë. Po pse kishe frikë ti? Se mos bëja në një gabim. Po punë e madhe mi do i përsërisnin. Do të kitje për Heloisën. Pyetja për Sidorela. Çfarë mësove nga grupi? Mësova që është një grup shumë i mirë, nuk di çfarë të them, punojnë shumë fort dhe janë të gjitha. Vërtet? Po. Edhe gjatë xhirimeve të filmit? Po, sigurisht. Të pëlqeu filmi? Shumë. Emocioni i parë kur pe filmin në kinema? Ishte si kam dalë. Ashtu, a? Mezi po e prisnit edhe ju tjerët. Po. A u bërë më e lidhur pas këtij filmi me grupin? Po, shumë, madje edhe para filmit. Ashtu, a? Okej, duar të kitje për Sidorela. Kemi Vasilisën, përshëndetje Vasilisa, edhe një herë. Përshëndetje. Vasilisa është nga Ukraina, është i kërcimtare shumë e mirë, edhe doja një pyetje. Çfarë do i thoje se një shoqe, shoku tjetër që do ishte pjesë e një filmi?
Çfarë do I thoje? Emocioni jot, pjesa në shesh për shembull që po bëje popin. Çfarë do I thoje? Që të mos ketë frikë dhe gjithmonë të eci edhe, si të them, të eci përpara dhe të arrisë atë që do. Do kitje! Ana, a do doje të bëje sërish një film tjetër? Po, Në kuadër të kërcimit, festave? po. Si u ndjeve ti një herë? Më thuaj. Unë ndjeva shumë e lumtur dhe emocionuar. Kishe emocion? Po. Unë të kam parë që në Selanik e Battle of the Best, që kur vinte ajo pjesa që do hidhja Olivia, kishe shumë emocion. Atë hidhem, ti e ke përjetuar më shumë atë pjesën që do hidhja Olivia. Sepse kisha shumë fikse mos e hidhja keq. Se ishte pjesa finale, se ajo është pjesa finale e filmit. Edhe duhet të realizonte faktikisht. Kjo është okay, Ana, faleminderit shumë. Dorina Brahimi është edhe këngëtare, ka 2-3 këngë kolona zanore të filmit. Jo, je shumë e talentuar, ne kishim edhe një sekuencë bashkë tek piramida. Apo jo? Edhe shfrytëzoj rastin tani që të përshëndes Bashkinë e Tiranës që na mundsoi transmetimin e filmit tek kinema Gimi, Rrugët e Ritmit. Duar dhe kitje! Faleminderit shumë që e bët ëndrrën realitet duke e shfaqur në një ekran të madh siç është kinema Gimi. Çfarë do mbajmë mend te ky film? Një eksperiencë shumë e bukur, plot memorje, plot gjëra të bukura dhe diçka që nuk do ta harroj kurrë. Duar të kitje, ky ishte nga podcast Tam Brama dhe kasti I filmit Rrugët e Ritmit. Do të shikojmë herën tjetër, por më parë duhet të këndojmë një herë këngën. Këndojmë çik këngën. Ju përshëndes me këngën, e mban në titullin. Kjo është kolona zanore e filmit Rrugët e Ritmit. Në Tirana bie drita, Christmas vajnë për çdo shesh. Bora bie zemra ndizetin për cinkën ndërmjet shtrejt. Nata gjikë se lënë, ritmi shpërthen. Tirana në shkëlqim të fest, nuk e ndall askush, jo. Rrugët janë të bushme, skyline shkëlqen. Biti po rres që zemra kuqina në vend. Kapuqa drita gjerda, të boren sy, kjo natë është film, jemi live. Nuk ka reply, hedhim hopin koks beatit. Vibe që s'ka fund, Christmas pilit me hip-hop energy deri në rrug. Shqiponja krahëror, Tirana në zemër, boom. Festojmë sot se tishim tullën stadium. Të cilën gjithka merën pi volumin. Tirana ka magji, po e ndjen në çdo ritëm. Jemi s'ken, bora mbit. Që na krysh linjësh vjen ma e forse. Jingle bells me bass të dhell, si të ndryqëm si neon mbi. Kaq për sonte, mirupafshim dhe shikojmë në podcastin tjetër. Ata Brama dhe kasti filmit Rrugët e Ritmit. Mirupafshim.